Forbes, revista prestigjioze amerikane që njoftën për miliardera e boni listën më të rritë e miliarderave. Për herë të parë është një shqiptar aty. As nuk është Bexhat Pacolli, as nuk është Lazim Destani, as kush prej këtyne figurave ikonike që ne kena mësu, këta janë miliardera, këta kanë pasuni, këta kanë biznisen 35 vene, këta bojnë biznise me Kazakistane, me këta dione. Kuj ki Bexh miliardat, s'po dokën kërka. Pra, zyrtarisht, miliarderi i parë, në mesin e 3028 miliarderave në botë, është Samir Mane. Samiri i Ferronikrit. O konë pronari i Ferronikrit, Samiri, me Balfin Group. Samiri i Green Coastit. Ati Green Coastit atje në Dhermiq, atje poshtë se kanë, që i shet me ka 500.000, ka 1 milion euro në ashta, s'po di sa, thua që ashtu, i shet ato villat që s'kan pik gjelbrimi rreth e rrotull. Pra, ky është miliarderi i parë, s'është as Pacolli, as Lazim Destani, as kërkush prej këtyne, po Samir Mane.